Erblira Bici pushton Evropën, kampione e kupës në Challenge 2026. Vajzat e ekipit italian Del Salvio Vallefolia Megabox Ondulati në volejboll pushtuan Athinën dhe fituan Challenge Cup CIV 2026 duke mposhtur në finale 0-3 me set e Panathinaikosin. Kjo fitore vazhdoi dominimin e ekipeve italiane në garat ndërkombëtare, teksa ky bëhet trofeu i 9 radhas i për ekipit italiane. Më e mira ndeshjes në Atinë shpall shqiptarja Erblira Bici në ndeshjen e parë fituar 3-2 me sete në Itali. Vajzat e Vallefolia treguan se ishin lidere në parket, duke mposhtur vajzat e Panathinaikos me rezultatin 0-3 dhe sfidën e dytë në taljen e ndeshjeve 6-2. Për të bërë me emocionuese sfidën ishte fakti se në Olimpiadën ku zhvillua finalja ishin më shumë se 3500 tifozë. Volejbollistja shqiptare Erblira Bici udhëhoqi Vallefolia në drejtësi suksesit të rëndësishëm me 23 pikë dhe u shpat lojtarja më e mirë e MVP e ndeshjes së kthimit, edhe në sfidën e parë shqiptarja kishte shënuar 32 pikë.